Dy shqiptar të suksesshëm në Itali, Bujar Buçaj nga Malisheva dhe Gjergj Pashuku nga Shkodra, po vazhdojnë të forcojnë prezencën e tyre në sektorin e gastronomisë. Me një përvojë të konsoliduar dhe përkushtim të palëkundër ndaj cilësisë dhe shërbimit, ata hapën me 20 qershor një restorant të ri në qytetin Mira, në rajonin e Venetos. Ky hap i ri është një dëshmi e suksesit të tyre të vazhdueshëm dhe vlerës që po i japin kuzhinës shqiptare dhe asaj mesdhetare në tregun italian. Në inaugurim ishin të pranishëm musafirë të shumtë, përfshirë nën kryetaren e komunës Mira në Itali, Oriana Gherardi, kryetarin e Dolos Gianluigi Naleto, shefi konsulatës së Kosovës në Milano Diamant Kastrati, si dhe personalitetet të tjera të rëndësishëm, të cilët e uruan familjen Buçaj dhe Pashuku për këtë sukses të radhës. Uroj të dy djemë dhe familjet e tyre, sepse shoh që kanë familje të mrekullueshme dhe po japin maksimumin drejt suksesit. Gjithashtu vrej që të gjithë po investojnë në territorin tonë, përfshirë me biznese tjera dhe sigurisht që edhe unë bashkë me familjen time do të vim për të ngrënë këto. I uroj fat dhe shpresoj që gjithçka të shkojë sipas dëshirës së tyre. Nëse hasin ndonjë problem, komuna jonë do të jetë gjithmonë e gatshme për t'i ndihmuar. Mirë mama, mirë mbrëma të gjithëve dhe një përshëndetje e veçantë për të gjithë ju dhe zotrin Kosovë dhe shkretësinë e tij. Jam krenar të jem këto, dhe gjithashtu në kryetarin e Mirës në vend të kryetarit. Një falënderim shumë i veçantë dhe përfaqësim nga ana e gjithë Dolës dhe Mirës. Dy afares që nuk janë vetëm të aftë për të bërë diçka, por edhe për të prodhuar diçka që nuk ka qyteti ynë. Jam shefi konsulatës këtu në Milano. Konsulata e përgjithshme e Kosovës. Milano është afërsisht 3 orë larg vendit ku jemi këtu, afër Venecias. Kemi ardhur me ftesë të ndërmarrësit të shquar këtu, zoti Bujar Buçaj, të cilin e njohim unë personalisht që 3 vite. Arsyeja pse ju njoftu me Bujarin ka qenë se ka ndodhur një aksident kur një autobus ka rrapë e Jurës para 2 viteve këtu afër Venecias. E Bujari ka pas aty një restorant tjetër, edhe e ka pa dhe ka qenë i pari si ka shku ju ka dalë ndihmë lëndumve, edhe i ka pështu 2 vetë se autobusin ka marrë flakë edhe kanë vdekur disa persona aty. Po Bujari ka mërri shumë shpejt aty, edhe i ka ndihmu derisa kanë ardhur pastaj të cilat policia dhe janë fiksa të kanë ndihmu. Ka qenë publike ajo në për gjitha media të Italisë, edhe pastaj unë kontaktova me të përmes shqiptarëve, mora kontaktin me tina dhe erdha prej Milano se takova me të. Kjo ka qenë hera e parë kur unë takova Bujarin, e prej atëhershit Bujari është shumë afër institucioneve tona, na ndihmon me pjesë në aktivitetet tona si organizojnë një si konsular, ambasada e Kosovës, Romë, gjithashtu. Është një herë i përkushtuar edhe përveç se është biznesmen i shumë, është i përkushtuar edhe ndaj causës tonë. Buonasera a tutti, ringrazio ognuno che è venuto stasera perché diciamo che è la prima volta che facciamo una inaugurazione ufficiale perché come diceva il sindaco siamo abituati a aprire, lavorare e noi abitiamo da tanti anni a Mira, oggi è anche la giornata del rifugiato, quindi proveniamo dall'Albania e del Kosovo, ma sappiamo solo lavorare e speriamo di portare avanti il nome di questo locale che è famoso nella Riviera, ma anche della cucina italiana assieme ai nostri ormai connazionali italiani e connazionali albanesi per vivere al meglio e essere parte di questo tessuto e di questa società. Grazie al sindaco, grazie alla Oriana invece del sindaco, a tutti gli amici presenti, a chi ci ha aiutato, a chi verrà come cliente, al console del Kosovo che è anche dell'Albania per me in questo caso. Passo la parola al mio socio e grazie a tutti.
Buonasera a tutti, io non ho altro da aggiungere perché abbiamo il sindaco e abbiamo il consulente Castrati, vi ringrazio tutti e ci vediamo nella prossima apertura a settembre-ottobre.